I konsideruar si një nga pamjet më të frikshme të vitit 2019, jo vetëm një, por disa video na vendosin në kontekstin e historisë së një roje që prej kohësh përjetonte gjëra shumë të çuditshme në varrezat ku punon. I lodhur dhe i tallur nga mosbesimi i të tjerëve, ai vendosi të nxjerrte telefonin dhe të dokumentonte gjithçka. Sure there's nobody in here? Anybody in here? Hello? I'm gonna catch this son of a bitch. Door was open again. Hello, security? Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are or where. Jesus fucking Christ. Si esto no fuera suficiente, lo que ocurre después es realmente aterrador. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded, and what the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here, I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Një i ri arriti të dokumentojë një ngjarje rrëqethse me telefonin e tij celular. Një përdorues i internetit tregon se disa javë më parë ka ndodhur diçka e pazakontë në shtëpinë që ndodhet përballë, në anën tjetër të rrugës, përballë banesës së një miku të tij. Sipas përshkrimit, një siluetë e paqartë, por qartësisht me ngjyrë të zezë, mund të shihet duke u shfaqur në njërin nga dritaret e shtëpisë fqinje. Ajo që e bën rastin edhe më të çuditshëm dhe shqetësues është fakti se kjo shtëpi ka vite që është e pabanuar. Shikoje me kujdes dhe nxjerr përfundimet e tua. Ky video në TikTok u publikua nga një përdorues i njohur me emrin Joseph Stalin Loves dhe e tregon atë duke qëndruar jashtë në oborrin e shtëpisë së tij, ndërsa flet për diçka thellësisht shqetësuese që pretendon se e kishte parë mes pemëve edhe përpara se të fillonte regjistrimin. Ai përshkrua një ndjesi ankthi dhe parehatie, sikur diçka po e vëzhgonte nga errësira, edhe pse në atë moment nuk kishte prova të qarta për ta mbështetur frikën e tij. Pamjet kalojnë më pas drejt një historie tjetër, e cila zhvillohet në një mjedis edhe më të izoluar. Midis dendësisë së pemëve dhe hijes së shtigjeve të haruara, ekzistojnë vende ku natyra duket sikur fsheh sekrete që shumë pak njerëz i kanë zbuluar ndonjëherë dhe që ndoshta nuk është dashur kurrë të zbulohen. Pamjet e mëposhtme u regjistruan në një pyll të largët në Itali, nga një eksplorues i cili fillimisht kishte dalë thjesht për të filmuar bukurinë dhe madhështinë e peizazhit natyror. Ai synonte të kapte qetësinë e ambientit, tingujt e pyllit dhe ndjesinë e izolimit që të jep një vend i paprekur nga njerëzit. Ecja e tij nisi si një përvojë qetë dhe pothuajse meditative, pa asnjë shenjë rreziku apo tensioni. Megjithatë, ndërsa përparonte më thellë në pyll, atmosfera filloi të ndryshonte gradualisht. Tingujt u zbehen, drita u bë më e dobët dhe ndjesia e të qenit vetëm u shndrua në ndjesinë se nuk ishte më i vetëm. Kamera e tij kapi diçka të paqartë mes pemëve, diçka që nuk dukej të përshtatej me mjedisin përreth. Ajo që filloi si një shëtitje thjesht, u shndrua shpejt në një përvojë tronditse, duke u bërë një nga momentet më të frikshme të jetës së tij.
pamjet I lënë shikuesit me më shumë pyetje se sa përgjigje, duke I ftuar të vazhdojnë me kujdes dhe të vendosin vetë nëse ajo që u kap nga kamera ishte thjesht një iluzion, një keq interpretimi I errësirës apo diçka shumë më e errët dhe pashpjeguesme. Një gjyqtar fantazmash me përvojë, po transmetonte drejt për drejt nga një ndërtesë e braktisur, kur u përball fytyrë për fytyrë, me entitete që sfidonin çdo klasifikim të njohur mbi natyror. Gjatë eksplorimit të tualeteve të dëmtuara të ndërtesës, disa figura me protuberanca që ngjanin me brirë u materializuan në muret e sipërme, duke vëzhguar atë me një intensitet të shqetësueshëm. Megjithse shumë njerëz do të largoheshin, studiosi paranormal nuk u tremb, por përkundrazi, përpiqej të vendoste një komunikim të caktuar me këto krijesë demonike, duke treguar një guxim që shfrytëzonte kufitë e rrezikshëm të të arsyeshmes. Çdo lëvizje e tyre dukej e koordinuar, dhe hunda e tij ndjeu erën e ftoftë që mbushte ajrin, duke I shtuar një ndjesi rreziku dhe frike. Kamera regjistronte çdo detaj, duke dokumentuar përballjen e jashtëzakonshme me këtë fenomen që dukej se I përkiste një dimensioni tjetër. Të gjithë shikuesit e transmetimit mbetën të shtangur nga guximi dhe qetësia e tij përballë të panjohurës. Eksplorimi I vendeve të braktisura mund të sjellë probleme shumë serioze, nga rreziqet me njerëz të tjerë deri te humbja e jetës. Këta djem nuk e dinin që ishin duke u përgatitur të zbulojnë diçka që duket si një krim. Kujdes! Pas dëgjimit të zhurmave në njërin prej dhomave, ata gjejnë një kuti të çuditshme, dhe kur e hapin, ndodh kjo. Gruaja e hutuar duket se ishte futur aty disa orë më parë dhe ishte afër vdekjes. Çfarë mendon ti se mund të ketë ndodhur? Çdo detaj nga ndriçimi I zbeht deri te era e rëndë brenda dhomës shton tensionin dhe ndjenjën e frikës. Shikuesit shpesh spekulojnë për origjinën e situatës, duke menduar nëse ishte një ngjarje e vërtet kriminale, apo ndoshta një ngatresë rastësishme, që zbuloi një mister të frikshëm. Reagimet e djemve dhe mënyra se si ata afrohen me kujdes shton tronditjen e skenës, ndërsa ajo që ndodhi brenda kutisë mbetet e paqartë. Ky incident tregon se sa delikate dhe të rrezikshme mund të jenë ekspeditat në vendet e braktisura. Çdo hap mund të shfaqë diçka të papritur dhe të tmerrshme, duke I detyruar eksploruesit të jenë vazhdimisht të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Shpreh mendimin tënd për këtë rast dhe për atë që mund të ketë ndodhur me gruan në kutinë e mistershme. Një roje sigurie I quajtur Cem ishte caktuar të punonte gjatë turneve të natës në një fabrikë të madhe. Ai kishte marrë paralajmërime se vendi ku punonte kishte një histori aktivitetesh të pazakonta dhe paranormaliteti, por nuk I kishte marrë seriozisht. Deri në ditën e 10 të punës së tij, Cem nuk kishte përjetuar asgjë të veçantë, por atë natë diçka ndryshoi. Ndërsa rrethonte ambientin e fabrikës, ai vuri re një dritë të pulsuar që vinte nga një skaj I zyrës së magazinës. Një skutull që dukej se binte vetë kundër murit të fabrikës e tërhoqi vëmendjen e tij. Pavarësisht frikës, Cem vendosi të përballej me atë që po ndodhte. Ai mori një shkallë dhe u ngjit drejt çatisë së ndërtesës, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë mund të ishte shkaku I zhurmave.
Të gjitha tingujt e natës dukeshin më të fortë se zakonisht, duke bërë çdo hap të duket i rrezikshëm. Kur arriti aty, errësira ishte e dendur dhe ajri i ftohtë e mbushi me tension. Papritmas, diçka u shfaq nga hijet. Një dorë e bardhë e shtrirë nga errësira mbante një objekt pranë dritës së llampës së çem. Ai ndjeu një rrezë frike që e përfshinte tërë trupin. Zemra i rrithte fort ndërsa përpiqej të kuptonte çfarë po shikonte. Pamja ishte aq e pasakt sa duke e pamundur të identifikohej me njëherë, por instinkti i tij i tha që rreziku ishte i vërtetë. Çem u tërhoq pas duke rënë në panik, ndërsa dora e bardhë mbeti e dukshme për një çast të shkurtër në dritën e llampës. Ai filloi të ndihej i paaft të përballonte atë që kishte parë, ndërsa çdo tingull i fabrikës dukej se po përsëriste lëvizjet e errta. Nuk kishte asnjë shenjë se çfarë mund të ishte ai objekt, por frika ishte e papërshkrueshme. Ai e dinte se çdo hap që bënte mund ta sillte më afër diçkaje që nuk i përkiste këtij bote. Më pas, vendosi ta dokumentonte për ta kuptuar më vonë. Ai mori telefonin dhe filloi të regjistronte çdo detaj, duke u përpjekur të kapte gjithçka që mund të shpjegonte fenomenin. Çdo hap, çdo tingull dhe çdo hije u regjistrua në mënyrë të përpikt, duke i dhënë atij një mënyrë për të përballur me tmerrin që po shihte. Ai nuk e dinte se sa afër ishte rrezikut, por vendimi për të regjistruar gjithçka ishte i vetmi që mund t'i jepte kontroll mbi atë që po ndodhte. Një ndjenjë e çuditshme e pranishme e mbushi ambientin si të ishte një vështrim nga diçka tjetër, e jashtme. Çem ndjeu se çdo moment mund të ndryshonte përjetësisht atë natë, dhe vetëm kur drita e llampës reflektoi mbi dorën e bardhë, ai kuptoi se tmerri nuk kishte për të mbaruar aq lehtë. Shkollat zakonisht shihen si vende gëzimi, mësimi dhe rritjeje, ku formohen mendjet e fëmijëve dhe ofrohet një hapësirë e sigurt për të eksploruar botën për herë të parë. Por jo të gjitha shkollat mbeten të ngrohta dhe mikpritëse, veçanërisht kur janë braktisur për një kohë të gjatë. Disa nga këto vende, siç sugjeron videoja që vijon, duket se ruajnë diçka më të errët. Përdoruesi i TikTok, Mike Runner, postoi një video në gusht 2023 që tregon se si eksploron një ndërtesë shkollore e cila dukshëm ka qenë në gjendje degradimi për vite të tëra, ndërsa ecën në heshtje përmes korridoreve të zbrazëta. Një ndjenjë në rritje shqetësimi e ndjek çdo hap. Rreth minutës së dytë, Mike fillon të gjej vizatime fëmijësh të shpërndara në vende të ndryshme të dyshemes, secila dukshëm e harruar aty ku ra. Megjithse shumica duken të padëmshme në shikim të parë, disa tregojnë figura shqetësuese, pothuajse të frikshme, që nuk duket se janë produkti i imagjinatës së një fëmije. Fakti që ato janë të shpërndara në dhoma të ndryshme, në vend se të jenë të grumbulluara, rrit ndjesinë e braktisjes, sikur shkolla të ishte lënë në nxitim, e ngrirë në një moment që duhet të kishte zhdukur shumë kohë më parë. Një zë metalik dhe i çuditshëm ndërpret papritmas heshtjen. Është e vështirë të thuash nga vjen ky tingull ose çfarë supozohet të jetë, por ka një tonë robotik dhe të pazakont që jefon në mënyrë shqetësuese përmes korridoreve të zbrazëta. Disa shikues besojnë se kjo mund të jetë prova e diçkaje mbinatyrore që komunikon përmes hapësirës, ndërsa të tjerët spekulojnë se zëri mund të jetë shtuar gjatë postproduksionit, pasi efektet e ngashme mund të krijohen duke përdorur filtra bazë audio dhe mjete për shtrembërim. Megjithatë, në atë moment, tingulli duket aq mirë i integruar sa vetëm thellon humorin shqetësues. Dhe sa po mendon se nuk mund të bëhet më e frikshme, në minutën e tretë mund të shihet një figurë e madhe e errët, e pa lëvizshme në një cep të dhomës. Nuk lëviz ose reagon, thjesht qëndron aty. Fillimisht lehtë mund ta neglizhoni, por sa po e vëreni, figura bëhet elementi më shqetësues i klipit. Disa thonë se mund të jetë një hije ose një objekt i ngatruar me një person, por të tjerët argumentojnë se forma e saj është tepër qëllimshme, shumë e përcaktuar për të qenë diçka aksidentale. Cila do qofte e vërteta, kjo video kap qetësinë shqetësuese dhe praninë e vazhdueshme që shumë lidhen me hapësira të magjepshura, veçanërisht ato që dikur ishin plot të qeshura fëmijësh dhe tani janë konsumuar nga heshtja.
Një video vërtet tronditse vjen nga një gjuetar fantazma sharab, i cili atë natë vendosi të hynte në një ndërtesë të braktisur prej shumë vitesh. Sipas thashethemeve që qarkullonin në zonë, vendi ishte i pushtuar nga një frymë e padukshme që shpesh trëmpte këdo që kalonte pranë. Shumë banor pretendonin se kishin dëgjuar britma, hapa në errësirë dhe zhurma të pashpjegueshme që vinin nga brenda godinës së rënuar. Pavarësisht paralajmërimeve, ai vendosi ta dokumentonte gjithçka me kamerë. Sa po hyri brenda, atmosfera u ndje menjëherë e rëndë. Ajri ishte i ftohtë dhe i lagësht, ndërsa korridoret e errta dukeshin sikur fshihnin sekrete të vjetra. Ai filloi të kontrollonte çdo dhomë me kujdes, duke ndriçuar qoshet me elektriktore. Në disa prej hapësirave dëgjoheshin tinguj të çuditshëm, si përplasje të lehta apo trokitje të largëta. Në një moment, një derë u lëkund vetë ngadalë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Më pas, disa objekte të vogla në dyshemet dukeshin sikur lëviznin paksa nga vendi i tyre. Ndërsa vazhdonte hetimin, ndjesia e ankthit rritej. Ai përmendi se kishte nevojë për lutje, për të përballur me çfarëdo pranie që mund të ndodhej aty brenda. Zëri i tij në video tingëllonte i tensionuar, por gjithashtu i vendosur për të mos u tërhequr. Papritur, në një nga dhomat më të mëdha, disa sende u rrëzuan pothuajse njëkohësisht, duke krijuar një zhurmë të fortë që e bëri të tërhiqej disa hapa pas. Kamera kapi momentin kur ai përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Prania, sipas tij, dukej sikur po bëhej më aktive. Objektet vazhdonin të lëviznin pa u prekur nga askush. Ai përsëriste lutje me zë të ulët, ndërsa përpiqej të ruante qetësinë. Frika ishte e dukshme, por ai vazhdoi të filmonte. Videoja e përfundon me një ndjenjë të fortë pasigurie, duke lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që ndodhi mund të ketë një shpjegim racional apo nëse diçka e pashpjegueshme ishte vërtet e pranishme. Shiko me kujdes dhe vendos vetë. Një youtubere me emrin Amari thot se është përballur me fantazmën e një vajze të vogël në korridoret e një hoteli të përhumbur në Oregon. Ky video shqetësues, i regjistruar vonë gjatë natës, shërben si prova e saj paranormale. Teksa eksploron hotelin, kamera kap lëvizje të çuditshme hijes që duken sikur lëvizin në mënyrë të pavarur. Në fillim, mund të mendohej se ishte thjesht reflektimi i saj në dritare, por shumë shikues vërejnë se këndet nuk përputhen dhe se hija duket se ka një burim tjetër. Mari kthehet dhe arrin të kap një dritë të bardhë misterioze që lëviz nëpër korridor. Disa besojnë se është një vajzë fantazme veshur me fustan, ndërsa të tjerë sugjerojnë se mund të jetë një reflektim i lenteve nga dritat e forta të tavanit. Megjithatë, pjesa më e frikshme vjen më pas. Kur ajo kthehet në korridorin ku u pa për herë të fundit figura, një zë i frikshëm EVP dëgjohet qartë, duke shqiptuar shkronjën B, sikur t'i thoshte të largohej. Duket sikur vajza legjendare fantazm nuk dëshiron të ndiqet nga gjuetar fantazmash. Disa burra mbetën të habitur dhe të friksuar kur pan praninë e një figure misterioze të veshur me të bardha, duke ecur vetëm në një rrugë tërësisht të zbrazët. Figura duket qartë, me rroba të bardha dhe flokë të gjatë, duke lëvizur pa shoqëri. Ata, duke parë këtë pamje kaq të çuditshme në një vend kaq të qetë dhe të heshtur, u mbushën me frikë, qerpikët u ngritën dhe u përfshin nga paniku. Pamja e një figure të bardhë që dukej si poçong midis shkurreve të një terreni të zbrazët ishte aq e fuqishme sa e bindi të gjithë se po përballeshin me diçka mbinatyrale.
Nuk kishte shenja që dikush e kishte vendosur ata atje qëllimisht dhe ndjenja e pasigurisë dhe tmerrit mbizotëroi tek të gjithë ata që panë skenën e pazakont. Çdo lëvizje e saj duke e qëllimshme dhe ngadalshme, duke bërë pamjen edhe më të fritshme për të gjithë. Një burr përjetoi një nga netët më të frikshme të jetës së tij, kur energjia elektrike e shtëpisë u ndërpret papritur, pas një shpjegimi, duke zhytur banesën në një errësirë totale që dukej sikur kishte jetë më vete. Nga thellësitë e bodrumit filluan të dëgjoheshin tinguj që nuk përkonin me asnjë zhurmë shtëpiake të njohur. Zëra përshpëritës, hapa të zvarritur dhe vajtime të mbytura që depërtonin përmes dyshemes, sikur vetë struktura e shtëpisë të rënkonte nga dhimbja. Ajo që zbuloi në bodrum te i kaloi mahthet e tij më të këqija. Një figurë me kapuç, me tipare fytyre që i përkisnin një plake, por të shtrembëruara në mënyra groteske dhe çnjerësore, fshihej mes hijes së shtëpisë së tij. Në qershor të vitit 2025, përdoruesja e TikTok Sorita T86 postoi një video që menjëherë shqetësoi mijëra shikues. Teksti i vendosur mbi videon ishte i koduar dhe i tmerrshëm, duke paralajmëruar se njerëzit kishin frikë nga ajo që ishte kapur në imazhe dhe se ajo vetë nuk mund të qëndronte më në shtëpi. Historia e sfondit është e shkurtër, por shqetësuese. Ajo u dërgua nga një agent imobiliar për të pastruar shtëpinë pasi banorët e fundit u zhvendosën papritur. Sipas saj, agenti përmendi që këto ngjarje vazhdonin të ndodhnin dhe ndoshta nuk priste që ajo vetë së shpejti do ta kuptonte. Kjo shtëpi është pastruar shumë herë sepse i thyen kontratat banorëve dhe çdo përpjekje për të jetuar aty duket e dështuar që në fillim. Pak pasi fillon videoja, një derë hapet misteriozisht vetë, edhe pse kjo mund të atribuohet vetëm erës ose qarnave të këqija. Ngjarjet që pasojnë sugjerojnë se diçka shumë më e errët mund të ndodhë, sepse njerëzit thjesht nuk mund të qëndrojnë aty. Sorita ndez dritën ngadalë dhe fillon të tregojë brendësinë e shtëpisë, duke thënë se disa familje tashmë janë larguar. Zëra të çuditshme mbushin shtëpinë, hapa, trokitje, zëra që është e vështirë të identifikohen dhe që nuk duken se kanë një burim të dukshëm, duke rritur ndjesinë e pasigurimit dhe tensionit. Pastaj vjen momenti që ka lënë shikuesit thellësisht të shqetësuar, një zhurmë nga një zonë e caktuar, dhe ajo që shumë e quajnë njeri hije, shfaqet, duke u dukur pas një kornize dere. Është e hollë, por e pakundërshtueshme. 20 sekonda më vonë, një derë tjetër hapet krejtësisht vetë. Numri i konsiderueshëm i ngjarjeve të pazakonta brenda një videoje është i dukshëm dhe kontribon në intensitetin e saj. Ajo nuk mbështetet në një frikë të vetme, por ndërton një atmosferë të shqetësuar plot detaje të shumta të çuditshme. Disa skeptik kanë sugjeruar se lëvizjet e dyerve mund të jenë manipuluar me fije peshkimi ose ajër tërheqës, por shfaqja e figurës së hijes ka shkaktuar debat të vërtetë. Mund të jetë një efekt vizual i zgjuar, por konsistenca e dritës dhe hijeve e bën të duket më organike. E vërtet apo jo, historia e ciklit të banorëve që ikin, paralajmërimi i tmerrshëm dhe atmosfera e kapur në video shtojnë një shtresë autenticiteti që është e vështirë për ta hequr. Për tani, mbetet të presim një përditësim nga Sorita T86. Deri atëherë, misteri i kësaj shtëpie vazhdon të ndjek internetin, duke lënë shikuesit të pyesin se çfarë forcash mund të banojnë në një vend kaq shqetësues dhe dukshëm i mallkuar. Një figurë me flokë të gjatë dhe veshur me rroba të kuqe, që ndronte në skajin e rrugës përpara tyre. Ato menjëherë u tmerruan, ndaluan regjistrimin, por arritën të kapnin një fotografi të shfaqjes. Kur mbërritën në shtëpinë e banorëve, u mblodhën për të lutur.
Në qershor të vitit 2019, një kanal në YouTube i njohur si Satkill 3.23 publikoi një video që shfaqte një punëtor mirëmbajtje gjatë turnit të natës në një hotel pranë zonës Riverwalk në San Antonio. Që në momentet e para, vendi dukej jashtëzakonisht shqetësues. Hoteli dukej qartë i lënë pas dore nga koha, me korridore të zymta dhe dhoma që reflektonin një ndjenjë ftohtësie dhe trishtimi. Atmosfera e rëndë jepte gjithë ndërtesës një ndjesi të frikshme dhe të pakëndshme. Videografi ecën ngadalë nëpër një nga dhomat, duke vëzhguar me kujdes çdo cep, kur papritur, pas një paralajmërim, disa objekte fillojnë të lëvizin vetë. Ky moment e lë atë plotësisht të ngrirë nga frika. Aktiviteti i çuditshëm vazhdon për rreth 10 sekonda, përpara se videoja të ndërpritet papritur. Edhe pse klipi është i shkurtër dhe pa shumë veprime, shumë shikues e konsiderojnë ende jashtëzakonisht shqetësues. Të shohësh objekte që lëvizin pa arsye në një hotel të degraduar, ka bërë që disa të besojnë se mund të jetë një prani e ngjashme me një poltergeist, sidomos për shkak të mënyrës së dhunshme dhe të papritur të lëvizjes. Të tjerë mendojnë se gjithçka mund të jetë inskenuar, pasi kamera nuk tregon atë që ndodhet jashtë fushës së shikimit. Sidoqoftë, përjetimi i diçkaje të tillë gjatë një turni nate i vetëm do të ishte mjaftueshëm për të frikësuar këdo. Një grup njerëzish i dedikohet eksplorimeve urbane në vende jashtëzakonisht të rrezikshme. Një natë, ata morën informacion se brenda një spitali mendor të braktisur po kryhej një ritual satanik dhe se ishte parë një krijesë të tmerrshme, që supozohej të ishte një demon i rrezikshëm i thirrur gjatë ritualit. Kur mbritën në vend, ata u përballën me një person të çuditshëm që ndodhej në mes të ritualit dhe dukej plotësisht në gjendje transi. Ata u habitën dhe u pyetën se çfarë po ndodhte dhe çfarë ishte ajo gjë. Megjithatë, pas pak kohe, nuk gjetën më asnjë gjurmë të atij personi dhe dukej se edhe demoni ishte zhdukur. E vetmja gjë që kishte mbetur ishte dhoma që po përfshihej nga flakët. Ata patën fat këtë herë, por ajo që bën nuk rekomandohet as pak, sepse kurrë nuk e di çfarë mund të ndodhë nëse futesh në vendin e gabuar. Duke parë praninë e një figure të veshur me të bardha në majtë të një peme pas shtëpisë së tyre, kjo grua dhe djali i saj guxuan ta regjistrojnë me kamerë. Ajo që shihnin dukej si një kuntilanak që qëndronte ulur në heshtje mbi pemë. Fytyra e saj e zezë dhe sytë e bardhë i bën ata të panikosur dhe të trembur. Megjithatë, duke u përqendruar më shumë, duket se figura e kuntilanakut mbante një foshnjë në krah. Kjo pamje pazakontë dhe frikësuese i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të thellë pasigurie dhe tmerri. Çdo lëvizje e saj e heshtur dhe qëndrimi mbi deg e shtuan misterin, duke bërë që ngjarja të duket si një fenomen i pazakontë dhe rrezikshëm. Një gjuetar fantazmash që po eksploronte një vend të tmerrshëm u paralizua nga frika kur një figure frikshme u shfaq pas tij. Video tregon qartë si fytyra e tmerrshme e kësaj figure shfaqet menjëherë pas burrit. Ai, duke ndjer papritmas se trupi i tij nuk mund të lëviz, qëndroi i ngrirë në vend, duke përmbajtur frikën e tij. Pamja e papritur e kësaj figure rriti tmerrin dhe tensionin, duke e lënë të shokuar dhe të pafuqishëm për të reaguar. Videoja më poshtëm i përket kanalit Om Maman Man. Gjatë një eksplorimi nate, krijuesi vendosi të futet vetëm në një pyll të dendur dhe të kampojë në një shi të rrëmbyrshëm. Ai ngriti tendën e tij në një hapësirë të izoluar dhe përgatiti gjithçka për natën, duke vendosur kamerën e sigurisë për të regjistruar çdo lëvizje të pazakontë. Ndërsa pushonte brenda tendës, dëgjoi zhurma të çuditshme, sikur dikush po gërmonte dhe po lëvizte dheu shumë afër. Zemra i rrihte me shpejtësi ndërsa shikonte me kujdes kamerën e vendosur.
papritmas, kamera kap një dukuri që të meron. Një qënje me pamje poçong shfaqet duke u hedhur mbi tendën e tij, lëvizjet e së cilës ishin të çrregullta dhe të paparashikueshme nën stuhi. Shiu godiste me forcë tendën dhe zhurmat e forta të ujit dhe erës shtonin tensionin. Fryma e ngushtë dhe errësira e pyllit bënin gjithçka më të frikshme, duke e bërë ngjarjen të duket reale dhe të paqartë. Kamera regjistronte çdo kërcim dhe çdo lëvizje të çuditshme të qenies, duke e dokumentuar tmerrin në detaje. Pamjet më pas u shpërndan dhe shkaktuan diskutime të shumta midis shikuesve, të cilët pyetnin nëse ky poçong ishte një fenomen i vërtet apo një trillim i zgjuar. Çdo detaj i kapur nga kamera duket i frikshëm dhe jo shqetësues, duke e bërë këtë video një nga më të tmerrshmet për çdo spektator. Ky incizim shfaq natyrën e papritur dhe të rrezikshme të pyllit natën, duke lënë një ndjenjë të thellë pasigurie dhe frike. Një kamër sigurie në një banesë tajlandeze kapti një nga fenomenet më shqetësuese ndonjëherë të regjistruara në video gjatë orëve më të errta të mëngjesit. Pa paralajmërim, një masë driteshe e bardhë u shfaq nga zona e kultivimit pranë pronës. Entiteti lundronte me një hir të kundërnatyrshëm, qëndronte pezull për disa sekonda para se të zhdukej si të mos kishte ekzistuar kurrë. Forma e tij ishte e parregullt, pulsuese, sikur të ishte e përbërë nga energji e pastër e kondensuar. Pronari i shtëpisë mbeti i habitur, pasi ishte hera e parë që shihte diçka kaq të pazakontë në pronën e tij. Ndërsa endet nëpër korridoret e hotelit John Grant gjatë natës, YouTuberi Crossing War Paranormal arrin të kap një EVP mjaft interesant. Ai u kërkon drejt për drejt shpirtrave të komunikojnë me të, duke thyer heshtjen e rëndë që mbulon ndërtesën e vjetër. Pak çaste më vonë, ai ndalon për të dëgjuar pajisjen e regjistrimit dhe ajo që kapet është thellësisht shqetësuese. Një zë i qartë duket se i thotë të pres, sikur një prani e padukshme po përpiqet ta mbajë aty. Pas dëgjimit të një zëri të tillë në errësirë, pak njerëz do të kishin guximin të qëndronin edhe një sekondë më shumë.